Politikanët në Shqipëri i kanë si li edhe politikanët e Europës kur bëhet fjalë për pasuri, por nga ky rregull ka dhe përjashtime, sepse ka edhe ish president shqiptar që bën jetën e thjeshtë si çdo pensionist i zakonshëm në Shqipëri. Ai është shembull i përsosur se si një politikan duhet të jetë, po flasim për ish presidentin Alfred Mojsiu. Deklarata e ish presidentit ka tronditur thellë opinionin publik, kur tha disa të vërteta që askush nuk i thot. Ai u shpreh se politikanët shqiptar kanë disa vila. Unë kam një pyetje, si vun të gjithë të pasuri, ku i gjetën lekët? Unë po flas për vete, unë kam punuar gjithë jetën, kam qenë edhe president, por kam vetëm një shtëpi, kam një apartament modest, ndërtim i viteve 70, aty kam jetuar gjithmonë. Shtëpia im nuk është as luksoze dhe as bashkohore, por është shumë e thjeshtë. Në atë shtëpi kam më shumë se 51 vite që jetoj, ama nuk është sekret të them që çdo deputet në Shqipëri ka shtëpi në det, në mal, në kodër, disa të deklaruar dhe disa të pa deklaruar. Po me çfarë vun gjithë të pasuri? Ku i gjetën ato lekët? Pse nuk do doja dhe unë të kisha një vilë? Sigurisht do doja, nuk ka qorë që nuk do sy. Por si do ta bëja? Me rrugë të lishme nuk bëhet, por unë nuk mund të shfrytëzoja postin. Jo se s'di ta bëj, por thjesht kam vendosur interesat e vendit përpara interesave të mia. Më thonë mua, pse nuk i thuan nipit ose mbesës të blej një shtëpi? As më shkon në mendje të vënë në vështirësi nipin ose mbesën time. Unë jam mësuar me një jetë modeste. Nëse vetëm gjysma e politikanëve në Shqipëri do të ishin si Alfred Mojsiu, sot Shqipëria do të ishte një nga vendet më të zhvilluara në Europë.